Një 47 vjeçar është vënë në pranga nga policia e Lezhës pasi dyshohet si pjesë e një rrjeti që merret me shpërndarje dhe trafikim të lëndës narkotike. 47 vjeçari Pajti Maga u arrestua në zonën e Kurbinit dhe gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin e tij, ju gjet dhe u sekuestrua një sasi prej 320 gram lëndë narkotike dyshuar kokainë. Burimet e Ora News bëjnë me dije se 47 vjeçari rezulton se është vëllai i shefit të komisariatit të Dibrës, Robert Aga, i cili është kallëzuar nga Partia Demokratike për zgjedhjet në Dibër. Para zgjedhjeve të pjesshme për Bashkinë Dibër, kreu i grupit të PD-s Edi Paloka doli me një listë emrash të shefave të komisariateve, që sipas tyre është bërë pjesë e rrjetit të trafikut të lëndës narkotike. Në listën e 5 shefave të komisariateve rezultoni të ishte edhe ai Robert Agës, që gjithashtu PD e ka dorëzuar në prokurori në listën e personave që denoncoi për blerje votash në këtë bashki. Mësohet se ndalimi dhe më pas arrestimi i Agës u bë pas një informacioni të marrë në rrugë operative në lidhje me aktivitetin e tij. Lënda narkotike u gjet e paketuar dhe sipas policisë dyshohet për një rrjet shpërndarjes dhe të shitjes. Kallëzimi i Partisë Demokratike i ka kaluar për hetim prokurorisë së Dibrës së bashku me një hetim tjetër që ka nisur për blerje votash. Për momentin nuk jepen detaje të tjera për arrestimin e ditës së diel, ndërsa mësohet se 47 vjeçari ishte në ndjekje të policisë prej një muaji.